E pyeta një ditë ChatGPT, nëse ti do ishe djalli, si do e ndaloj dikën të bëj i suksesshëm? Dhe përgjigjja që mora më shokoi shumë. Se do isha djalli, ja si do të ndaloja nga suksesi. Do të bëja të dyshoja në veten tënde. Nuk je i mjaftueshëm. Do të bllokoja me perfeksionizëm. Mos e fillo derisa të jetë perfekte. Do të bëja të zënë me gjëra të kota, debate, Netflix dhe muhabete të pa vlera. Do të friksoja nga mendimi të tjerëve. Po, sikur të gjykojnë, do të bindja të rahatoshe me mesatare. Mos u gjall, jeta është për çfarë? Do ta filloj të hanë. Do ta shkatroja rutinën tënde. Flivon, u shogjesh dhe humbe fokusin. Do të bëja të besoj që suksesi është vetëm fat dhe ka të lodhesh. Fati bën gjitha. Do të rrethoja me njerëz negativ, ankesa zili dhe pas një ndër. Dhe do të bëja të harroje pse nise, pse po lufton, as ti vetëm nuk e din më. E gjitha janë këto kurthe që ty të largojnë prej suksesit. E ty apo ndalon edhe njëra për këto në sot, reflekto dhe tra.